Dhuna në familje është bërë një fenomen shqetësues. Psikologët alarmojnë për ndikim negativ që ka dhuna tek fëmijët. Dhuna në familje kryesisht përfshin gratë, por në rastet më të ralla edhe burrat ose pjesëtarë tjerë të familjes. Nasilstvo je mnogo teška i bolna tema i opštvena pojava za koje što treba da se obrne, na koje što treba da se obrne vнимание. I ние како психолози, психотерапевти, социјални работници, социолози во ова општество треба да се обединиме заедно и да им помогнеме на жртвите на семејно насилство. Најважно е на почеток да има превенција, односно спречување на семејното насилство. Важен е гласот кој што жртвата ќе го испушти, односно ќе каже дека навистина е жртва на семејно насилство. Fenomeni shqetësues ka shënuar rritjen e Kërqov, gjë që e tregojnë edhe statistikat. Gjatë vitit 2025 ishin denoncuar 18 raste të dhunës në familje, ndërsa vetëm në 4 muajt e parë të vitit 2026 janë raportuar 15 raste, një shifër alarmuese që tregon rritje të ndjeshme të këtij fenomeni. Nga fillimi i këtij viti 2026 deri më sot, në sektorin për punë të mbrëmshme janë raportuar 15 vepra penale të lidhura me dhunën në familje. Për autorët e veprës janë dorëzuar kallëzime përkatëse. 9 prej veprave të denoncuara janë për lëndime trupore, por ka edhe denoncime për lëndime të rënda trupore dhe rrezikimi sigurisë. Në 2025 është regjistruar një vepër penale vrasje dhe 2 për vrasje në tentativë. Семејно насилство. Раната детекција доаѓа токму во градинките, во училиштата, во секаде онаму каде што се движеле жртвите на семејно насилство, што рано се детектира семејното насилство, тогаш може и побрзо да се спречи и да се делува. Од наша страна, како психолози и како сите стручни лица кои што работиме на оваа тема, многу е важно да соработуваме со сите институции. Për dallim nga vitet e kaluara, viktimat janë vetëdijsuar dhe më shpesh kërkojnë ndihmë, tregoi psikologja Dejanovska, e cila inkurajon të gjithë të prekurit nga dhuna që të mos heshtin, por të ngrihen dhe të kërkojnë ndihmë.